Shikues të nderuar, jemi rikthyer sërish së bashku në studio dhe në këtë pjesë të dytë të edicionit informativ ne jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës për të diskutuar me avokatin Altin Goxhaj rreth aktualitetit politik. Avokat, mirë se na erdhët këtë të diel. Përshëndetje Knesi që jam këtu. Atëherë avokat, Alianca Konservatore tashmë ka shpallur koalicionin me Partinë Demokratike. I shtar vulës, sepse ka qenë e njohur. Tashish dhe të urojmë shumë sukses. Partia më e re në Shqipëri. Në këtë koalicion ju kundrejt partisë që ju drejtoni, do të drejtoni Komisionin Hetimor Parlamentar të Plandemisë, siç e quan, patjetër, siç e quani ju Plandemisë dhe vaksinave. Na tregoni pak më shumë lidhur me këtë. Një nga motivet më të rëndësishme që ne bëm këtë zgjedhje për të qenë një parti krejtësisht e re, me fjalë sa që dal nga gjykata si format. Kjo është një parti e krijuar nga bashkimi i 4 lëvizjeve dhe një partie që është Partia Aleanca Europiane Ekologjike e të nderuar profesor Sezan Guri, i cili kreu një akt gjatë këtyre muajve të veçantë këtu në historinë e Shqipërisë, që një kryetar partie nuk e merr vulën me vete, po i thot njerëzve që un kam një formacion juridik, ju e keni të vështirë për të kthyer barrierat e gjykatës. Hajde bashkohemi siç jemi të gjitha lëvizjet, ne ishim 4 lëvizje të përfshira në këtë rrugë, ishim lëvizja Antisoros, ishte lëvizja Shpreson, lëvizja Alianca për Mbrojtjen e Jetës që bëm gjithë betejën për vaksinat dhe këtu dalim, edhe Trump Clubi që ka qenë një grupim shqiptarësh pro zgjedhjes Trumpit që 2016 në këtej. Dhe ne menduam që kjo ishte forma më e mirë e mundshme që kur bashkohen 5 grupe në një aleancë të përbashkët, Alianca Konservatore për Shqipërinë, krijonte si thosh edhe peshën e dur të një force për herë të parë në Shqipëri, forcë konservatore e tipit europian, nga këto right wing që i quajnë këta, si në Gjermani AFD-ja, në Hungari Fidesz, në Angli Reform UK e kështu me radhë, forcat ndryshme që janë shpërndarë kudo në Europë, pra ata që kanë edhe 186 karrige, 172 karrige në Parlamentin Evropian, pra grupim shumë i fuqishëm konservator. Ne besuam që kjo është rruga më e mirë që të futemi në zgjedhje me një parti Alianca Konservatore për Shqipërinë, por vendosëm pas shumë kalkulimesh, pas shumë diskutimesh, pas shumë analizesh, duke vlerësuar dhe terrenin politik, që mënyra e vetme, e saktë dhe sigurt për të maksimalizuar votën ishte një koalicion me Partinë Demokratike, duke përllogaritur që duke qenë se ata në kodin zgjedhor kanë përcaktuar 12 vende të mbyllura, që quhen, pra në listë janë 37 deputet për Tiranën gjithsej, 12 çdo parti paraqet në listë të mbyllur dhe 37 të tjerë i paraqet në listë të hapur. Në këtë ne besojmë që koalicioni i madh i Partisë Demokratike nuk i diskuton 12 mandate, sepse i kanë natyrën e vet partitë e mëdha. Pra edhe PS edhe PD-ja nuk mund të diskutojnë për 12 mandate për Tiranën, pra një të tretën. Diskutimi është për pjesën një tretën tjetër. Pra, po ta shohësh në çdo formulë matematike, terreni elektoral është që garanton që 2 partitë e mëdha sigurojnë minimumin e domosdoshëm me çdo kusht të 12 vendeve të mbyllura dhe të gjitha vendet e tjera ngelen të hapura që janë rreth 13 vende. Pra të gjithë zgjedhjet në Tiranë në fakt bëhen për 13 karrige deputetësh. Në këtë logjik, në këtë format, ne besuam, ne gjykojmë dhe koha do na jap drejt që nëse ne do të futeshim me vete, edhe mund të zgjidhim një mandat në Tiranë, edhe mund ta nxjerrim. Por numrat që duhen janë gati 2 fish kur jeni në një koalicion të madh, për shkak se kështu pjesëtohet formula. Pra nëse ti je brenda një koalicioni, për shembull, të duhen 10.000 vota. Po ti jesh me vete mund të duhen 16.000. Pra ty të duhet marrësh çdo gati një herë gjys më të madh se sa ai që ke, po që se do është koalicion të madh. Kjo është matematik, kurse shkojmë ke pjesa e moralit. Në pjesën e moralit ka një problem më të madh. Mbarojnë zgjedhjet, jeni 12 maj, ti fton mua këtu. Edhe ne nuk kemi nxjerr dot një mandat, ose edhe kemi nxjerr. Por në rrethe, votat tona mund të kenë zhvendosur mandatet e koalicionit apo të opozitës dhe t'ja kenë dhënë Ramës. Për shkak se kur ty të teprojnë votat që nuk i nxjerr dot mandat, 5.000, 10.000, 3.100, më kupton? Të gjitha këto, sipas asaj formule elektorale, avantazhojnë partinë e parë, që është këtë rast gjithë tim Partia Socialiste, për shkak të fuqisë që ka, për shkak të pushtetit që ka. Pra, nëse ti mund të gjykojë mua po Altin, si do flesh gjumë sot që fitoj PS-ja për teje. Pra, është shumë e rrezikshme për një formacion si ne që kemi shumë reputacion në Shqipëri për shkak të aktivitetit historik që ne nuk kemi parti parazitare, që kemi ne të kotë. Ne kemi bërë punë.
Më thënë, po të shohësh gjithë individët tanë dhe vetë unë që jam kandidatura përfaqësuese, kemi me qindra, jo me dhjetra, aksione politike në gjithë këto vjet. Dhe të gjithë njerëzit që kanë trajtuar emrin tim, edhe kundërshtar, dhe përkrahës, edhe neutral, kanë pranuar që në listën e Tiranës, listën e Partisë Demokratike, figura më përfaqësuese e aksionit politik dhe e opozicionit dhe e konsekuencës të këtë gjë është Altin Goxha. Këtë se kam thënë dhe kanë thënë, madje kanë thënë dhe ata që thonë kur një fjalë mirë për mua. Duhet të ndihesh mirë për këtë, se keni edhe besim të gjithë puna që keni bërë. Unë kam një barë më të madhe se që mendojnë njerëzit, sepse kam barën dhe të formacionit politik. Në qoftë se unë dështoj në këtë zgjedhje, unë dështoj edhe para formacionit, që më ka mandatuar për të qenë përfaqësues i tyre për ta bërë partinë tonë parti parlamentare. Dhe pse është e rëndësishme të bëni këtë parti parlamentare? Sepse ne jemi një formacion i cili ka shumë nevojë për kontaktin ndërkombëtar, që është Europa, në aspektin e konservatorëve. E dyta, kemi shumë nevojë që të jemi një formacion i ligjshëm dhe që funksionon me mbështetjen e duhur. Sipas ekzistencës tonë kaq vjet, ne s'na kanë lënë as me regjistruar shoqat. Po. Do të thënë ne jemi një grup kaq i persekutuar, kaq i përndjekur. Po ç'i shtyj sa herë avokat? Po jo, kishte më të bënte me gjykatën në këtë punë. Pjesa unë. E dyta, gjithë ishin të bindur që ne nuk do ishim koalicion me PD-n, pra do i prishnin vota PD-s. Dhe kjo e lehtësoi shumë. Ndërkohë që është dhe me fat. Pse Partia Demokratike? Pse ju vendosët që Partia Demokratike është partia ideale që ju të krijoni bashkimin dhe me anë të kësaj aleanse ju mund të eci përpara dhe të Nuk besoj që në Shqipëri ka ndonjë gjë ideale. Do thënë përveç Partisë Demokratike, pse jo Partia Socialiste ose synonit edhe vetëm? Po ja shpjegoj që Partia Socialiste është armiku më i madh i historisë së Shqipërisë dhe po ja them troç. Një nga objektivat e mia kryesorë është ngrejt çështjen e ligjshmërisë së ekzistencës së Partisë Socialiste. A duhet të ekzistojë ajo parti? Apo është një parti që duhet nxjerrë nga ligji? Pse jo? Po sepse po. Po sepse ajo parti që në vitin 41 e deri më sot ka funksionuar jashtë ligjit. Ajo nuk është parti. Çfarë thotë kjo? Po në vitin 46 kur u bë zgjedhjet në Shqipëri, nuk ka ekzistuar Partia Komuniste. Ka qenë fshehur në ilegalitet. Ka dalë nga ilegaliteti mbas 48-s. Dhe kjo parti nuk ka marrë kur pjesë në një procedurë ligjore regjistrimi. Nuk ka qenë kur regjistruar si parti e punës. Pra ju mendoni se Partia Socialiste është një pjell e Partisë Komuniste? Dokumentat në gjykat, më fal, dokumentat e drejtësisë thonë që ajo ka ndruar emrin nga Partia e Punës në Parti Socialiste. Thjesht ka ndruar emrin. E para, e dyta, kjo parti që thjesht ka ndruar emrin, në thelbin e vet, në formatin e vet, nuk është regjistruar kur, asnjëherë. As kohën e komunizmit nuk është regjistruar. Pra ajo nuk është një parti, një entitet që qëndron përballë entiteteve të tjera në formën e duhur ligjore. Pra është e paligjshme. Është një grup shteti në mënyrë se ajo ka qeverisur çdo herë që ka qeverisur, edhe në para 90-s dhe pas 90-s. Po pse është ende në pushtet? Pse e duan kaq shumë qytetarët? Po sepse pse mbajnë ende? Ka qërrojnë të forta paska? Po sepse kjo ka qenë gjithë problemi i klasës tonë politike që s'ka ditë kur me vepru dhe me usjell me realitetin e vet politik. Dhe në këtë lloj kuptimi ne me Partinë Socialiste thosh jemi armiq, nuk kemi kundërshtar. Kur them armiq, armiq. Në literalisht unë them armiq. Pra ne konsiderojmë armik Partinë Socialiste. Nuk e konsiderojmë kundërshtar. Pse? Po nuk mund të konsideroj kundërshtar politik një parti e cila ka plan të zhduk Shqipërinë nga faqa dheut. Të ka prezant 1 milion njerëz. Kur ne thonim këtë ke Fox News, kur ha Fox News, hapse syt një orë. Ç'ka agenda popullimit e Soros që thonë këta. Po deshën shumë pak kohë që njerëzit mësoheshin me të vërtetat e tona dhe pastaj filluan ta pranonin. Dhe sot ti je shef. Për çfarë bëhet debati politik? Hap debatet televizionit. Po Partia Socialiste me krye kryeministri Rama thotë që kjo është e kundërta. Atë çmë pak tashmë ai kundrejt garancisë europiane ka kërkuar edhe votat e qytetarëve. Sa e besoni ju këtë? Sa shanse mund të ketë Shqipëria që të jetë pjesë e Bashkimit Evropian në 2029, në 2030 dhe sa shanse mund të ketë që qytetarë shqiptar pajisë me pasaportat europiane? Ka shanse Partia Socialiste që ta fusi? Unë besoj që ka njerëz që nuk i besojnë fjalët që them unë. Siç ka njerëz që i besojnë fjalët që them unë. Ka njerëz që vënë dyshim, edhe i pranojnë dhe i kanë ndryshme dhe të parafurta. Është drejta çdo kujt mendoj si doj. Unë besoj të kjo gjë. Unë besoj që ky është armiku. Kam vite që e them, sot gjithë klasa politike flet për këtë temë, shpopullim. Nuk lejohet flitet para 5 vjetësh. Në këtë televizion është fol për të parë në kuptimin e vazhdueshëm, sepse unë kam pas dhe mundësi tjera që kanë folur. Më në 2015 kam qenë i ftuar në një televizion që mbylli Rama, Agon Channel. Kam qenë i ftuar i Selina Mez dhe thash gjëra që u duken komplet aliene, të papranueshme njerëzve. Su desh në as 2 vjet, që gjithë fjalët që thonë të ktheheshin në virale në Shqipëri, sepse ishin jo thjesht parashikim, ishte konstatim, po njerëzit nuk duan të shohin realitetin.
Edhe në rastin konkret, ne konsiderojmë Partinë Socialiste armikun dhe arsyeja pse ne jemi fut zgjedhje është të luftojmë armikun. Nuk kemi futur në zgjedhje për të konkuruar me armikun, por për të luftuar me armikun. Do e luftoni armikun me Partinë Demokratike? Unë besoj që vetëm ja formul që ka Shqipëria në këtë kontekst ndërkombëtar, kur në muajin 5 nëntor, në datën 5 nëntor, u zgjodh Donald Trump president dhe filloi një tsunami i madh, që mos kishte menduar të vinte kaq shpejt jo, në Shqipëri flas. Mendoj që ka ardhur në Shqipëri. Ka ardhur në Shqipëri dhe Laci Vitas është një personazh shumë i diskutuar këtë ditë në Shqipëri, po unë i kam hyrë me themel kush është ai dhe çfarë profesion ai. Tregon pikërisht që tsunami Trump ka ardhur në Shqipëri. Dhe ky person ka ardhur pikërisht për të kryer një mision historik për shqiptarët, që për të është një mision rutinë, i cili ndryshon gjithë balancin dhe unë ke Rama dhe ke Partia Socialiste dhe ke pushteti kam kuptuar se sa ata e kanë kuptuar të keqen që po u vjen, sepse ka shumë rëndësi të kuptosh se si sillen palët. Ata janë shumë keq me këtë histori dhe kanë shpallur një luftë të paimagjinueshme Donald Trump në të gjithë mediat e tyre. 24 orë në ditë luftë kundër Donald Trump në televizionet dhe gazetat e Edi Ramës, që do thot ka filluar të ndjej pikërisht që po i tullin këmbët nga poshtë. Dhe optuar që armiku vërtet nuk mund të fshihet më. Është ai, Amerika për ta. Dhe në këtë rast, në këtë lloj konteksti, Partia Demokratike është i vetmi terren sepse amerikanët nuk punojnë me më të mirin. Amerikanët punojnë në mënyrë realiste me më të fortin që ka mundësi të bëjë gjë. Pra zgjedh të fortin në palë. Kjo është histori që kush merr vesh nga gjeopolitika e di. Amerikanët zgjedhin më të fortin. Po nëse edhe kësaj here humbet Partia Demokratike, do qëndroni ju bindjes që ka shanse që edhe më vonë Partia Demokratike do vi me një risi të re dhe qytetarët do jenë ende duke i besuar kësaj force politike. Do qëndroni ju ende kësaj bindje? Unë i them qytetarëve të kenë besim në Partia Aleanca Konservatore për Shqipërinë. Patjetër. Do thënë, por duke qenë se keni bashkuar edhe forcët. Një koalicion është i bashkuar të ndryshmit. Aty janë dhe grekët edhe çamët. Më kupton logjikën. Ky koalicion është një si koalicion të luftës. Bashkon ushtrit ndryshme që mund mos e duan fare njëri tjetrin, mund të jemi edhe kundër njëri tjetrit. Unë besoj tek Aleanca Konservatore për Shqipërinë. Besoj tek këto vlerat e këto ide që kemi ne. Besoj tek ky lloj patriotizmi që kemi ne dhe tek ky koncept i djathtë që kemi ne kundër sistemit që kemi ne. Që do thotë, ne besojmë që në këto zgjedhje shqiptarët kanë shansin e para punës të mundi Ramën. Shansin, nuk thash u mbyll kjo punë. Kjo do varet nga mënyra si do luftojmë. Më kupton logjikë. Pra shqiptarët këtë herë kanë mundësi të fitojnë. E dyta, a do fitojmë do varet nga mënyra si sillemi ne. E treta, çdo kush do votojë Altin Goxhën në listën e Tiranës, po voton për Partinë Aleanca Konservatore për Shqipërinë. Dhe numëron për Aleanca Konservatore për Shqipërinë. Pse? Sepse ky koalicion për fat të mirë, prandaj është koalicion që ne e zgjodhëm me qef. Nuk e zgjodhëm me hallë këtë. E zgjodhëm sepse ky 12 vetat e listës mbyllur i ka 100% të fituar, siç i ka dhe Partia Socialiste. Këtu diskutohet për 13, pra për 1/3 e votave, diferenca kush shkojnë te cilat parti. Pra ne besojmë që PD-ja si koalicion i ka 12 mandate. Më kuptoni logjikën. Dhe në moment që ti ke konkurenca e mandateve të hapura, qytetarët duke na zgjedhur ne, na çojnë në parlament, pikërisht të bëjmë atë që më thëti në fillim. Po nuk mendon se Partia Socialiste po vepron më e zgjuar kësaj here, sepse dhe në listat e deputetëve, kandidatëve për deputet kësaj here ne pam një spastrim të figurave të vjetra duke sjell edhe njerëz që nuk kanë qenë në politikë më përpara, duke i treguar edhe qytetarëve, kështu që ne kemi risi, sjellim të rinj në politikë dhe nga ana tjetër ai akuzon Partinë Demokratike që njerëzit që ai sposton nga Partia Socialiste i merr Partia Demokratike dhe duket qesharake për atë që Partia Demokratike synon që të vijë në pushtet me njerëz që Partia Socialiste i ka, le të themi, ka spastruar. Është shumë e thjeshtë pyetja jote për përgjigjen që ka. Janë 37 petale në Tiranë. Janë 187 petale. Të trëndafilit socialist. Domethënë këto petalet e neveritshme të një kufome, të një zombi të Partisë Komuniste të vitit 41, që shfaqen sot në këto lloj formash kaq të shëmtuara, dhe njerëz kaq mediokër, nuk ka risi, nuk sillin asnjë votë, më beso. Lista Ramës nuk sjell vota. A dikush sjell votat Ramës? Pushteti. Pra Rama nuk merr asnjë votë. Zero. Rama ka votat pushtetit. Ajo është tashmë partia shtet. Ajo është shtet parti, ajo nuk ka më parti. Ajo godin është muze. Administratën zgjedhore. Jo, po them, godina e Partisë Socialiste është muze, nuk ka më vlerë, nuk është jashtë funksionit. S'ka asnjë vlerë. Është kryeministria. Pra,
tashmë kemi partinë shtetë përballë. Jemi duke luftuar me shtetin si në 91-shin me partinë e punës, në 92-shin me partinë e punës, në 90-ën me partinë e punës. Dhe të kujtoj me detaje faktin që të gjithë personazhet që ka sjellë Partia Socialiste, unë jam shumë i gëzuar që i ka. Po ta them sinqerisht, unë jam i gëzuar me atë listë që ka Partia Socialiste. E para që tregon që është listë i mbrojtur. Jeni i gëzuar, por nga ana tjetër dukeni që i druheni edhe faktit që e ka pushtetin ende dhe po jo listës. Jo listës fare, zero. Lista e Ramës më e mira që do doja unë të ishte. Ajo shoqëri që është ashtu. Është dhuratë ajo listë për ne në politikë. Ajo listë që ka bërë Edi Rama. Problemi i Ramës është pushteti, jo lista. Dhe unë po ta them me sinqeritet që koalicioni i Partisë Demokratike është një koalicion që shumë njerëz kanë 1 milion arsye për të mos e pëlqyer. Për arsye nga më të ndryshme, historike, personale etj. Por në fakt është vetëm një luftë që mund të bësh. Sepse mënyra si ndahen votat, sa më shumë të jenë të përqendruar, aq më shumë mandate prodhojnë. Po fufare ç'është lufta? Kush merr 71? Apo jo? Pra lufta është që Rama herë të mos marrë 71. Kjo lufta e parë. Lufta e dytë është marrësh ti, aq sa për ta mundur Rama. Më kupton logjikën. Pra luftat reale në këtë kontekst janë matematikë fund fare. Ti hedh dhënat kompjuter, ke thënë ç'ke thënë, ke bërë ç'ke bërë, janë numëruar votat si kthehen në mandate. Pra ti mendo të kesh 16.000 opozitar, 18.000 opozitar që zgjerin asnjë mandat, dhe të kesh 10.000 opozitar që zgjerin një mandat. Që i bie ke një mandat më pak, apo jo? Po kush e merr atë mandatin? Edi Rama. Pra, po ta shohësh nga të gjitha anët, pyetja që na shtrohet ne, përse jemi koalicion me PD-n, jemi koalicion me PD-n për të mundur Ramën. Kjo është e para. A jeni për të fituar? E para është për të mundur Ramën. Kjo është kryesore. Kur shkojmë pastaj a mund të fitojmë. Unë besoj se Altin, dhe ky duhet testi, ja ku jemi, që ne mund të jemi si thosh parti e përfaqësuar me mua në parlament si deputet për shkak të pëlqyeshmërisë dhe mirënjohjes që ka një perceptim i caktuar elektoral në raport me një luftë tjetër që është konsekuente dhe ngelet po aty. E kanë filluar këtë luftë në 2005 kundër Sorosit dhe mbi mua ka filluar një represion i jashtëzakonshëm, 36 gjyqje dhe kallëzime penale. Ç'është bërë me Sorosin se këto kohë të fundit kemi parë që nuk ceket më? Sorosi nuk është fondacioni Soros. Ta shpjegojmë njëherë për gjithmonë këtë. Sorosi është fytyra e Edi Ramës, fytyra e Erion Velis, fytyra e Drejtit Klapajt, fytyra e Endri Shabanit, fytyra e Arlind Qorit, fytyra e qeveritarëve, fytyra e shoqatave, fytyra e gazetarëve, fytyra e Totalit. Pra jam zogj të kyçe Soros problemi. Sorosi nuk do luftoj Altin Goxha në Shqipëri apo Shqipëria në Shqipëri. Është në Amerikë. Atë lufton Donald Trump. Ne këtu kemi bëjmë me zogjt e tij, pra me kancerin e tij, metastazat e tij në gjithë Shqipërinë. Dhe kjo luftë është etike për Shqipërinë. Sepse këta i sollin pushtetorësit për të zhduk Shqipërinë nga faqadheut, për të shpopulluar, për të përzënë 1 milion shqiptar brenda 9 vjet. Në fakt ky është genocidi. Dhe unë do të jem jo vetëm kryetar i komisionit hetimor parlamentar, nëse zgjidhem gjithmonë i pandemisë, por do të jem edhe i anti-Soros, i agjendës Soros për shpopullimin e Shqipërisë. Dhe mund të them me plot gojen që përse kjo komisioni hetimor parlamentar i pandemisë është, sepse i tashimin 5 vjetorin e pandemisë. Kishte nevojë të thuaj tani pikërisht. Në këtë moment që ne po flasim, qeveria gjermane ka pasur një raport të shërbimeve sekrete që tregojnë që ata kanë ditë që ishte virus laboratori dhe kanë vrarë njerëz për të mbyllur gojen për këtë histori. Në botë ka ndodhur ajo që kemi thënë atëre ka ndodhur. Ne ishim të parë dhe thosh ju bëm mur rezistencë pandemisë dhe diktaturës dhe vetë krimi i kësaj partie ka ardhur si bashkimi i grupeve që u njohëm në atë kohë, që u bashkuam në atë kohë, që u lidhëm në atë kohë. Dhe unë mund ta them me plot gojen që një komision hetimor i pandemisë është një nevojë jetike edhe për ne që humbëm prindrit, për ne që humbëm të afërmit, për ne që na i vranë me protokolle në spitale, apo për të gjithë shqiptarët që humbën jetën nga turbokanceri i vaksinave, apo për të gjithë shqiptarët që vuajnë nga turbokanceri i vaksinave. Dakor, qëndrojmë këtu. Po ju referohem ju, partisë që ju drejtoni, pas 12 majit fiton Partia Demokratike, fiton njëkohësisht edhe Aleanca Konservatore për Shqipërinë. Çfarë do përfaqësoj Altin Goxhaj? Komisione hetimore parlamentare. Çfarë do ndryshoj? Nuk do jem qeveri. Çfarë do ndryshoj? Çfarë mendoni ju do ndryshoni me këtë synim që keni? Dhe që do përfaqësoni në parlament? Pyetja që është më domosdoshme në fushat të shkëqur bën ti. Dhe kjo është ajo që presin njerëzit. Mu themi çfarë duan, po fund çfarë do bësh? Apo? Po. Unë besoj që Shqipërisë si mungon një deputecion. Një avokat që lufton me këpucët me balt, në kuptimin e mirë të fjalës, të veprimit, të aksionit, që nuk rrin parlament gjithkohës, po është në terren, është tek njerëzit. Pra, jo që rrin karrige, po që është në këmbë. Dhe të gjithë shqiptarët këtu kanë parë, në kaq vjet.
Dhe unë do vazhdo të jem pa ai që isha. Avokat do jem prapë, pavarësisht se jem deputet. Po jo avokat me licencë, sepse kam ndaluar me ligj, por do të jem avokat publik në shërbim qytetarëve. Po ajo që është më e rëndësishme teknikisht, pse pikërisht unë ka të bëjë rreth parë me Plandemin. Po. Dhe me Soros. E kush mund të jetë më i besueshëm nga të gjithë në Shqipëri që të çojë përpara një komisioni timor parlamentar për Plandemin. Kur ne kemi bërë ke teatri i Akademisë së Arteve, ke amfiteatri, gjyqin e Nurembergut 2-0 për rektorët, për t'i varur lietar, për vaksinimin e studentëve që ndaluam atë proces. Kur e kemi bërë në rrugë, me do ta kesh mundësinë ligjore, me vulë reale në parlament. Po e kam mundësi ta bëj, se do kem opozitën me deputetët përkatës. Pra kur unë them do e bëj këtë gjë, unë mund ta bëj një gjë ti, se i kam dhe mjetet. Pra jo thjesht dëshira, jo lista e dëshirave, se listë dëshira mund të kemi çfarë duam, po unë kam dhe mjetet për ta bërë. E dyta, çfarë do bënte ky komisioni timor parlamentar? Do merrni vesh gjithë të afërmit, sepse si u kanë vrarë prindrit, apo të afërmit vëllezërit, motrat, në spitale, me protokollet e ardhura nga OBSH-ja. Do marrin vesh se si janë kontratat e vaksinave, çfarë shkruhet aty? Do marrin vesh, I dini ju? Unë për baban tim e di që ma kanë vrarë. Problemi qëndron që unë dua dokumentat. Dua gjithë të dhënat e dosjes. Po pikërisht këtë isha duke thënë, keni ju zotroni një dokument për t'ia treguar qytetarëve. Ne tashmë e dim. Për t'ia faktuar se parimisht të gjithë e dinë që këto gjysma e pandemisë ose plandemisë ju thoni është e planifikuar. Pikërisht sepse nuk kemi më vetëm. Ne ndjekim po të shohësh edhe në imazh, edhe në sjellje, edhe në argumenta, po ndjekim modelin amerikan. MAHA, Make America Health Again, Kennedy. Ai është duke u marrë me këtë punë. Ne i marrim materialet e gatshme për protokollet bazë. Ne duam rasti shqiptar që janë zbatuar. Kush i ka dhënë urdhrat? Kush e ka marrë urdhrin? Nga e kanë marrë urdhrin? Çfarë i thuhej mjekut për të trajtuar një pacient? Si duhet rindej pacienti në spital? Pritet se jemi shumë të vdekur këtu, këtë histori. Kemi shumë njerëz që mungojnë. Vazhdojmë turbokanceri, që këta e mbajnë fshet, që është një pandemi e re, që vjen nga vaksinat. Problemi është që këto mbajnë përgjegjësi, këto palët që thoshin vaksinoni e bëni, prit pra se kemi punë këtë gjë. Vazhdojmë. Problemi që thonë këto kontrata, këto para, këto gjëra, si u bën, çfarë para bën këta? Ore do të hyjmë me themelin e kësaj historie, sepse kemi ardhur në të ardhmen, mos vazhdojmë, po s'kemi vetëm ato çështje, ka edhe çështje të tjera. Ne do marrim vetëm aeroportin e Rinasit. Jeni sigurt ju se kjo që ju synoni të bëni momentin që Partia Demokratike të vinë pushtet do të ta ofrojë ty për ta, le të themi, për ta zbërthyer dhe për t'ia dokumentuar qytetarëve me do e shohësh fushat. Domethënë pas fushate jam duke thënë, se mbas edhe momentin që Partia Demokratike vjen në pushtet, ndryshojnë edhe shumë gjëra avokat. Dakor, Komisioni Timor Parlamentar ka nevojë për një numër deputetësh që të bëhet. Ne besojmë që i kemi aq deputet përgjegjësh në parlament për ta bërë një pjesë që do jenë. E treta është që njerëzit dinë që unë si ndajm këtyre gjërave. Kam dhënë prova. Dhe për të bërë një komision timor parlamentar, refuzimi do thotë bashkëpunim në krim. Ma kupton logjikën. Ju keni audiencën tuaj avokat dhe duke qenë se ju keni një audiencë të lartë, nuk besoj se ju do e shgënjeni gjithë popullin që ka kaq vite që po të beson. Po jo, po nuk besoj që të ketë njëri që të refuzojë të bëhet pjesë. Pra, me vjen na sabotoj këtë punë, sepse kjo duhet publike, e para punës, duhet para gjithë dhe duket që ai që e saboton që ka bashkëpunëtor në krim. Pra nuk do kemi sabotim, do jemi shumë suksesshëm. Do ja dalim, do e bëjmë një komision. Dhe çdo shqiptar që unë e kam këtu në këtë ekran tash që më ndjekin, mund të kujtoj shumë thjesht faktin që në këtë luftë, në këtë histori jete që unë kam përballë tyre dhe në luftë përkatëse, ka shumë rëndësi që ne në Shqipëri të marrim veç ç'na bën në vitin 2020-2021. E vetmja garanci që shqiptarët ta kenë këtë mundësi unë sepse kanë bërë atëherë dhe kanë bërë fort dhe e kanë bërë dhe për qeli, kanë bërë dhe për plasje, dhe tu përlesh me pucit, dhe duke pas për plasje fizike, e procedime penale, e pafundësisht kërcënime, gjoba, 50 milion lek gjob, e tjere në atë kohë. Shqiptarët kanë shumë nevojë të marrin vesh ç'na bën në 2020-2021. E vetmja rrugë që ata ta marrin vesh është Altin Goxha në parlament. Që thotë çdo voçë ata do Shqiptarët e morën vesh, u dokumentua me të gjitha faktet të gjërat, mbasi ndodhi kjo, a do e marrin dënimin e merituar ata që kanë pasur gisht në është krim kundër njerëzimit, është krim i mirë, nuk parashkruhet. A do e marrin dënimin e merituar ata që kanë gisht në këtë gjë, e morën vesh shqiptarët? Është qëllimi i jetës time, qëllimi i jetës. Unë do marr hak dhe për baban tim. Troç me ta thon. Unë ka vrar babën. Unë do marr hak dhe për babën tim. Si hak? Kështu në vetgjyqësi, jo. Do ta çoj çështën aty ku të kapen gjithse. S'ma ka bërë njëri. Nuk ma vrau një individ, mbas edhe dikush mund ta ketë vrarë. Unë e kam atë se nuk e di, nuk e njoh këtë fakt. Unë di që këta në të tërë, pra institucioni i pandemisë vrau babën.
Më kupton logjikën. Që do thotë, Mendon se e ke marrë personale këtë gjë për pjesën e babait që mos ta zgjasim shumë. Ka gjë më personale se me të vra babën? A ka gjë më personale? Jo, jam duke thënë që ti je personazh publik tashmë dhe mund të kenë Po, babat e tjerëve, motrat e tjerëve, nënat e tjerëve, vëllezërit e tjerëve, motrat e tjerëve, të gjithë votojnë për babain e tyre, për motrën e tyre, sepse kjo është një betejë që duhet bërë në gjithë botën, jo në Shqipëri. Ne kemi bërë gjyqin e Nurembergut dhe kemi bërë në 2021 tetor tek Akademia Arte. E kemi bërë atje, ke Universiteti i Artë. E kemi bërë në gjyqin si format. E kemi përgatitur, kemi bërë provat ne për këtë punë. Koncepti është që këta që kanë vrarë shqiptarë dhe këta që dëshmë vrarë gjithë fëmijët e Shqipërisë, që ne shpëtum të gjithë fëmijët e Shqipërisë, shpëtum studentët, me Aleancën për Mbrojtjen e Jetës, që është pjesë e partisë tonë këto zgjedhje, që është pjesë e përfaqësimit me emrin tim në atë listë, është pikërisht rruga e vetme që ne të morrim vesh ç'dëshmë na bë dhe ç'na bën. Dhe në momentin që ne i kemi provat dhe faktet, dhe këtë bën një komision timor parlamentar, unë të siguroj për diçka, nuk është që dikush vrau dikë. Është krim kundër njerëzimit, është genocid. Dhe askush do shpëtoj. Të gjithë do paguajnë pikërisht siç e ka ligji për genocidin. Është 25 vjet minimum, ja, 20 vjet burgu minimum. Shpresojmë dhe shumë faleminderit që ishe me ne në Fox News. Ishim drejt së drejti në studion e Fox News me avokatin Aldin Goxha, tashmë ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare.